Dëbor, pistë, ski dhe argëtim janë 4 fjalë që bashkohen në ato çfarë të ofron Dardha, fshati që hap krahët për turistët dimëror. Ndalesa e parë është pista e skive dhe ka takuar ekipit të alpinistëve Elbasanas të jenë të parët që të çelin sezonin e skive. Me tërheqjen e madhe që ka ky sport, dëshira e të gjithëve që të mësojnë ski është e madhe. Rrëzimi në pistën e fillestarëve është më i shpeshtë se sa qëndrimi në ski dhe argëtimi për të gjithë është i garantuar. Ekipi i alpinistëve i përgatitur me këpucë, veshje ski, i ka ofruar shumë të rinjve një ditë ndryshe që nuk kishte si të mos ishte tillë, edhe pse Dëbora nuk ishte në kulmin e saj, në fshatin e largët të Korçës. Një prej instruktorëve të alpinizmit thotë se organizimi është një pikë e fortë e këtij ekipi, që tashmë ka edhe pajisjet e nevojshme edhe për ski. Kam bërë ski jo në Shqipëri, jashtë vendit. Kam marrë në 2009 dhe u afrova shoqatës, më pëlqeu aktiviteti, i larmishëm që ka, si për ecje, për alpinizëm dhe për ski. Kemi krijuar edhe një grup të ri, grupin e ciklistëve në natyrë. Dhe shpresojmë që të afrojmë sa më shumë njerëz. Me ndihmën e një prej mjeshtrave të skive, Thoma Tasho, të gjithë ja dolën të qëndronin qoftë edhe një herë për pak metra, edhe pse shumica preknin për herë të parë mbi ski. Ai ka një jetë që merret me skit dhe gjithashtu familjarisht e ka kaluar pasionin për skit. Pista që ai administron i ofron të gjitha mundësitë për të argëtuar, madje për të bërë edhe për të organizuar kampionat skish. Kjo është e vetmja ski piste në vendin tonë. Ka disa vjet që kemi punuar, tani kemi arritur të montojmë dhe një teleferik të madh, kohëve të fundit. Mundohemi që t'i mësojmë njerëzit me ato mënyrat tona, me metodat tona. Kjo pistë është për fillestarët, domethënë për dashamirësit, për ata që kanë dëshirë të mësojnë në skijet. Kjo pistë është edhe për aktivitete kombëtare, por jo për nivele ndërkombëtare. Kjo plotëson, si thash, ato kushtet që njerëzit më tepër të bëjnë turizëm. Zakonisht fillon në fillim të muajit dhjetor, kur fillojnë rreshjet e para të borës, por mund të variojë dhe mund të fillojë dhe më vonë, varet si janë rreshjet. Por për këtë vit po ka filluar mirë, në fillim të muajit dhjetor, po shikojmë që ka një interes, vinë nga gjithë Shqipëria, bile sot na kanë ardhur mysafirët nga Elbasani. Ndërsa dielli fillon e zbret dhe pista bëhet gjithmonë më e ngrirë, Dëbora mbetet gjithmonë e dashur për të gjithë. Grupi i alpinistëve, shijimin e bukurive të natyrës dhe trashëgimisë kulturore e ka të përjavshëm, argëtimin, kënaqësinë dhe njohjen e vlerave, jo vetëm brenda kufive shqiptar. Duke lënë pas Dardhën me dëshirën për të u rikthyer, një fotografi përmbyll panoramën e një dite për të mos u harruar.